Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë hap dyert për vitin e ri akademik 2012-2013. Në një ceremoni për t'i uruar suksese studentëve, rektori i këtij universiteti Anastas Angjeli garantoi cilësinë e mësimdhënies dhe si rezultat hyrje në tregun e punës. Sipas Angjelit, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë po i përshtatet të gjitha zhvillimeve në tregun e arsimit për të nxjerrë në këtë mënyrë profesionistë sa më të aftë. Ne kemi garantuar dhe garantojmë një edukim cilësor me standarde të larta bashkëkohore dhe studentët që përfundojnë studimet dhe diplomohen pranesh janë nga më të sigurtit në dyert e hapura të tregut të punës brenda dhe jashtë vendit. Sot në këtë ceremoni, të katërt të fillimit të vitit të ri akademik, më lejoni të uroj suksese në fillimin për ata që startojnë vitin e parë të studimeve dhe vazhdimin e rrugtimit të suksesshëm për të gjithë të tjerët dhe të gjithë ne së bashku. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë u krijua me një qëllim të qartë që aktiviteti i tij shkencor të përbënte bazën dhe mbështetjen e vazhdueshme të një institucioni të lartë arsimor në dobi të të gjithë atyre që do të dëshironin një të ardhme me themele të forta. Përfaqësuesit e këtij institucioni kanë zhvilluar aktivitete të dendura në fushën akademike, jo vetëm në Shqipëri dhe në shumë vende të Mesdheut, por edhe në vende të rajonit si në Kosovë, Maqedoni apo në Maltëzi.